Në qartë, është thënë në fakt që nëse nuk zbatohet, do të jenë biznese me risk. Çfarë risku? Në fakt, vetë sistemi tatimeve, në momentin që diçka për sa kohë vendos rregulla dhe këto rregulla nuk zbatohen nga apo shkelin apo janë të dyshimta nga vetë biznesi, sot dhe mbi bazën e inteligjencës artificiale, por nga ana tjetër dhe vetë sistemeve, krijon rritjen e riskut për këtë lloj biznesi. Dikur ishin inspektorët e tatimit të cilët të gjurmonin, por siç e shohim, më shumë e vështirë që të gjurmohet çdo biznes. Shqipëria përbëhet nga shumë lloje biznesesh, po sikurse edhe nga firmat të ndërtimit, ka shumë dhe është e pamundur që të kontrollosh në kohë reale se çfarë ndodh. Në momentin që çdo gjë sot është online, dhe ne shohim që digitalizimi na ka ndihmuar dhe për të parë se sa është zbatueshmëria e rregullave ligjit të sektorëve të ndryshëm. Sikurse po flasim, pra çështja e riskut do të thotë që një biznes i cili nuk ka deklarim real të pagave, pra bërehet që ka nëse për shembull një punojës në ndërtim është me pagë minimale, dhe ne e dimë shumë mirë që punojësit e ndërtimit nuk paguhen me pagë minimale. Një punojës ndërtimi sot merr sa një akademik, që do të thotë që këtu nuk ka vend më për interpretim, pasi niveli i pagave të punojësve të ndërtimit është në një nivel i lartë mbi mesataren dhe nuk mund të flasim më për paga minimale. A mendoni që kjo nisëm është pak e vonuar, Romin? Po patjetër që është e vonuar, se ne kemi një 5 vite që këtë sektorin e ndërtimit e kemi motorin e rritjes ekonomike, dhe patjetër që është e vonuar. Kemi 2 vite që flasim për informalitet, për evazion fiskal, për nivelet ulta pensionesh, për çështje të kësaj natyre, por ndërkohë që nuk ka aksione reale. Mendoj që është nisëm e vonuar. Të ndalim pak edhe tek kredit, si e vetmja rrugë për të bler një shtëpi, sigurisht ata që mund ta sigurojnë edhe kredin, se ka raste që nuk mund ta marrësh dhe kredin. Është vërtet.